Përshëndetje miq nga kjo diele mrekullueshme, ju uroj me gjithë shpirt që të kënaqeni me fëmijët, me shokë, me miq. Sot doja të filloja një komunikim me ju nëpërmjet një shprehje të Gëtës, ku thotë që uria i shpihen grep edhe peshqit më të mençur. Dhe që njeriu të realizojë atë që kërkohet, duhet gjithmonë ta konsideroj veten më të madh se sa është. Doja të bëja një falënderim karshi një njeriu të shumë të madh të sektorit ton, Roland Kristo. Roland Kristo ka marrë La Sapiencën shkëlqyshëm, ka qenë përgjegjësi i peshkimit. Në vitet e fundit ka qenë zëvendësministri i peshkimit, ku e ka shtyr përpara sektorin ton, arritje mas arritjesh, dhe mu sot më kanë vënë një përgjegjësi gjithë komuniteti i peshkimit, të dalë dhe ta falenderoj këtë njeri, këtë biolog të madh, këtë njeri të pasionum, që kishte gjithmonë parim për të shtyr sektorin përpara dhe për të luftuar horrat. Roland, faleminderit për çfarë ke bërë për ne. Më vjen keq mas gjithë këtyre 3-4 operacioneve që ke bërë, që të tërhiqesh nga puna jonë. Por Rolandi para 2 ditëve është tërhequr edhe nga kryetar i komisionit të përgjithshëm të peshkimit të Mesdheut, kur mbasi mbaroi 4 vjeçin e parë, Brukseli propozoi dhe insistoi që ta mbante edhe 4 vjet të tjera, të cili Rolandi nuk i përmbylli. Dhe mbas 3 vjetëve ai në Malaga të Spanjës, ku komisioni kishte mbledhjen e radhës, kërkoi dorëheqjen për arsye shëndetësore përpara ministrit spanjoll të peshkimit dhe përpara gjithë anëtarëve të Mesdheut dhe të Këshillit të Evropës. Dhe ata i bën një surprizë shumë të bukur që unë du ta ndaj me fotografi me ju. I shkruajnë që të gjithë në shqip: "Faleminderit Roland, dhe ne, peshkimi shqiptar, duam të rifalenderoj me gjithë shpirt. Dhe ne të kemi zgjedhur organizata e menaxhimit të peshkimit, që mendojmë që jemi ajka e peshkimit të Shqipërisë. Ju kemi zgjedhur ju, Roland, president nderi të organizatës menaxhimit të peshkimit, që të vazhdosh na japësh përsëri këshilla dhe të vazhdosh përsëri aq sa ke mundësi të kontribosh për ne. Faleminderit Roland, dhe inshallah edhe shumë djem dhe vajza të reja shkojnë në gjurmët e tuja në administratën shqiptare."